rikthehemi në Shkodër. Tek ajo ajka e mirë që ka Shkodra, tek humori. E nëse flasim për humorin, e nëse flasim për Shkodrën, një emër na vjen në mendje. Mjeshtri i madh Besnik Çinari. Ai do të vijë me një kartolinë të bukur, të thjeshtë, të këndshme dhe të sinqertë. Dhe le ta respektojmë të gjithë duke e dëgjuar dhe mësuar më shumë se përse uron një mjeshtër i humorit siç është Besnik Çinari e që e duam fort gjithë. Besa, kur bëjmë llogarit në fund të një viti, ne gjithmonë themi, na shkojmë mbar, s'na shkojmë mbar, kishte disa gjëra të mira, s'kishte disa gjëra të mira. Si ka qenë për ty fundi i 2025? Ka dhe pak ditë akoma, po. Deri tani, një analizë ma bëj pak. Po, shtu mirë me oscilacione, me shtu. Unë i thëmë të që është një zhvërënë, si ki punët e të mështet. I thëmë copa. Më i thëmë copa në vërkes, është puna më s'beken copa, është copa. E vidjeri, ka pasa, në qytetin tonë ka punu, është punu, edhe më përqenë shumë, që kanë vutë dorë në rrugë, në asfaltën, pëmën, në evidentimin e pallateve, se kanë të mshehu në për pëmë. Me si lampat LED, apo në mirë, edhe i shala vazhdojnë për të mu, edhe ma mirë. Pra, ki marrë një knajsi për ndryshimin që ka qyteti. Po në planin personal, Bes, të familja jote, të aktiviteti jote, këto? Po ja, për këna pas aktivitete, letësh me 20 shkojmë në Itali, në Savigliano, afer Salucës, aty në zonën e Torinos. Aty kena një qfaqë, Zyli, Dranja, unë edhe Edmund Talili. Shkojmë aty shqiptar janë, nga kanë thirë dhe herë mu e Dranën. Edhe me thonë drejten, është nësi e madhe më shku në shqiptarë. Të shfaqët i kanë të nevojshme, shumë ata, është gjanë madhe digital si ka dalë që shofin stacionet, edhe shofin Shqipërinë, për para ka kanë ma këtë s'ka. Po, si ndihesh në Shkodër njerë? Si Bes? Si gjitha ato vite karierë mbi supe dhe gjitha i kontribut që ke dhenë për teatrën? Me Shkodrën unë nuk me asë kërkan të botë. Sot e kam pas me Haxhi Ramen, Muharrem Hoxhën, Zerudin Doklin, Kleopatrin, Armadan Kopanin të shokë. I kam thonë një gjena, Shkodrën jena pak si me në mdhaj, për në jena më argumente. Për shamu, nuk ka vend botë si quhet si Shkodër, mi Shkodër, nën Shkodër. Nuk ka as Pekin e mi Pekin e nën Pekin, as Londër, as Madrid, as Rom, as një s'ka. Po të është kjo zhjonë... Po, nëse do e nisi humorin nga ky vit, e në vijim, a do e kishe bërë aq të arrirë sa ke bërë në vitet më përpara, dekadët më përpara? Si me ndonë, sot bëhet humor si që keni bërë ju? Mosha bën të veten, pa tjetër. Jo, nëse do e kishe nisur në rini, pra ti që sot i ri, dhe në vijim si, do kishe më shumë tema për të bërë humor, apo jo? Gjithmonë aktori nuk ngopet, me pa bon dhe këtë, me bon dhe këtë, tana s'bohen, se nuk nepet mundësia. Që ishin lehtë njerëzit sot? Po, vështirë është me bo mesje, shumë. Sot është më vështirë, vështirë. Po shohin shumë telenovela, shohin stacionet huja, përbara ka kënë jetë e mëllën. Edhe strada ka pas edhe anë të kësia se ka kënë një sharmashek gërshan e komitetit partisë, por edhe sot është të vështirë se janë hapë shumë stacione. Janë hapë shumë stacione. Ba, dinë edhe zgjumë, shohin edhe humor angles, humor italian, humor të në kopë. Ne kemi aktor, po a kemi dhe ata që shkruajnë tekstet e humorit. A e vujmë këtë problem në Shkodër apo jo? Shkodër ka pas shkrimtar humorist. Më thonë të rretën të 30 vjet e fundit dhe mua kam shkru, vetëm unë kam shkru. Ka shkru. Paulin Pranga ka shkru shumë bukur. Tano Vanushi ka kënë sipasist, që se do të kishte një rëmë në artë, që do të quhet sipasizëm, sipasisti më i mirë shqiptar ka kënë Tano Vanushi. Pa e ka shkru gjithmonë, si pas një fejtoni, si pas një tërgimi humoristik, me autor. Ndërsa sot më duket vendoset aktori në presionin edhe të krijuesit të tekstit. Krijuesit është problemi i madh, s'ka buk, nuk ka miell, nuk ka.
është problemi. Dhe pastaj japi me gestikulacion, të bëjmë akrobacira. Apo me banalitet. Banaliteti, është një shprehje, kur mbaron humori, fillon banaliteti. Ku do e kalosh vitin e ri? Vitin e ri më ka ftu një djalë një mikut që nuk jeton më në Gjakov. Do shkosh në Gjakov? Do shkoj, me familje. Me familje? Me familje. Po çfarë të lidh me këtë familje? Kam pas shok t'jatin shumë vite, 30 e sa vite përpara. Hera parë që po shkon në Gjakov? Ja, kam shku në Gjakov shumë shpesh. Shumë shpesh. Po për vit të ri kjo është hera parë? Për vit të ri me kalu vitin e ri s'kam kanë asnjëherë. Po, kena kalu vitin e ri në Amerikë, më kanë shumë, në Kanada, në Angli, gjithka. Po shumë bukur, më pëlqen ky plan që ke bërë, sepse të gjithë thonë jo, po do ri në familje, jo të pres. Ne s'kemi as vizita, siç ishim dikur, po ti po shkoke deri në Gjakov. Një urim për të gjithë shqiptarët, po sidomos ata të Kosovës. Që ti do shkosh atje për vit të ri, ata po gëzojnë dhe po e dëgjojnë këtë intervistë. Ja, s'kam atje që me bëmë në intervistë në si puna jote. Po, dakor, po një urim për... Urimi shkën për gjithë shqiptarët e Kosovës, Macedonisë, Serbisë Jugore për shef Bojanovës me të vesë, të Ulqini që i kena i të kojshisi, një lagje në duket, në hap një dritare në shkodronëve, Ulqini, të anë Amalit, Kraja, Tuzi, edhe Plava, Gucinja, edhe gjithë shqiptarë në diasporë ku janë, i uret ketë një jetë lomëtur, një vit tjetër, edhe më të mirë se këtë, që ka lejë. T'ja kalosh gëzuar me familje dhe përshëndetje miq tanë në Gjakov. Edhe jo.